Çmimet e perimeve shënuan një rritje të fortë në qershor, pikërisht në periudhën kur prodhimi vendas dhe oferta sezonale pritet të jenë më të larta. Sipas të dhënave zyrtare të Instat mbi inflacionin, grupi perime zarzavate dhe bishtajore u shtrentua me 8.5%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është pothuajse 3 fish më e lartë se inflacioni mesatar i ushqimeve, i cili rezultoi me 3%. Ecuria e çmimeve të perimeve duket paradoksale, pasi qershori përkon me kulmin e prodhimit të një pjese të madhe të kulturave bujqësore. Në kushte normale, shtimi i ofertës gjatë sezonit do të duhet të ushtronte presion në uljen e çmimeve, por në tregjet e pakicës ka ndodhur e kundërta. Shtrëngtimi mund të lidhet me kostot e prodhimit, edhe me rritjen e kërkesës gjatë sezonit turistik. Shtrëngtimi i perimeve po vjen si një ndërthurje faktorëve që nisin me kufizimin e prodhimit bujqësor, kërkesës së lartë nga turizmi, rritjes së eksporteve dhe rritjes së kostove të prodhimit dhe transportit.